I deleguari politik njëherë shqiptari në listën e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Luciano Boçi, si dhe kandidati për deputet Tet Kopliku, zhvilluan takime me banorë në rrugët e Zoteknikës dhe Livadhëve. Boçi tha se zona e shpreh qartë mungesën e investimeve, ndaj duhet mbështetje për ndryshimin. Zona e reflekton që është lënë pasdore. Sikur tu nuk ka banor, Drama në 12 vite dështoi totalisht të vend, thot pasaporta europiane, ka mashtrim total. 12 vite këtu është ndërprer çdo investim. Shkodra është keq trajtuar në formën më të keqe të mundshme. Kryetari i bashkisë ka fituar me një slogan pushtuesit, as nuk i bjen mend kujt për njerëz që jetojnë në këtë vend. Programi ka formulë se si me e kthy edhe herë ekonominë funksionale. Në 2013 ai thotë Shqipëria europiane, sot thot pasaporta europiane. Pasaporta europiane është bileta e fundit. Merrni këtë biletë dhe ikni na lani këtu oborrin ton. Ne kërkojmë besimin tuaj për 3 muaj ka marrë 200 euro te secili për atij që s'ka mundësinë me punu. Rinis ton jo me ik vrap nëpër vendet e Europës, por mu kthy këtu me luftu dhe me e kthy këtë shtëpinë ton. Banorët e zonës teksa folën për problematikat shprehen mbështetjen e tyre ndaj Partisë Demokratike. Do bëjmë pushimin apo? Po ne kemi do të na bëjmë, po. Mos i keni këtij 3. Çai bani Shqipërisë për 3 mandate që ka bërë. Si këtë popull jetë në kopë vulgejsh, a statutu. Ka gjëna, ta djelë kjerë të lëntuj më hangër buk të fanin. Mbështetje drejt fermerëve, shtresave më në nevojë, bizneseve dhe shëndetësisë ishin disa prej pikave të programit ku kandidatët e Partisë Demokratike prezantuan për banorët duke e kërkuar mbështetjen e tyre.